Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetet në studio, pra temën dhe të ftuarit e ditës për sot. Edhe sot do të flasim për një tjetër sukses që ka të bëjë me të rinjët tanë, sepse sukseset e pikërisht të rinjëve tanë, të arriturat e tyre, janë suksesi i shoqërisë tonë. Dhe sot do të ndalemi në shkollën fillore Liria në Tetov, ku disa nxënës të shkollës fillore Liria, pra në Tetov, konkretisht të klasës arsimtares Shpresa Ajseni, kanë marrë çmime si nxënësit më të mirë të gjeneratës. Janë pikërisht këto semi-maturantët, të cilët janë këta që do të na bëjnë krenar me këto suksese, edhe sukseset që do t'i kenë në vazhdimsi edhe neve si shoqëri. Dhe për të folur për këtë temë të rëndësishme, njëkohësisht një temë krenarie për të gjithë ne, në studion tonë kemi të ftuar vetë arsimtaren Shpresa Ajseni. Përshëndetje arsimtare, mirë se na erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Ju falenderoj përzemërsisht, do thot për ftesën që na keni bërë sot të jemi mysafir në emisionin e juaj. Faleminderit shumë që na keni nderuar, ju përgëzojmë për çmimet e nxënësve tuaj, sepse ky është një reflektim i punës tuaj dhe për kushtimit që jepni në arsim. Faleminderit. Në studion tonë për herë të parë do të kemi edhe dy nxënëse, njëkohësisht në pjesën e dytë të emisionit do të vazhdojmë edhe me nxënëset e tjera, të cilët kanë marrë pikërisht këto çmime. Dhe tani në studio kemi Linën dhe Andën. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na erdhët, unë ju dëshiroj shumë suksese në të ardhmen, ju përgëzoj për çmimet si nxënëset më të mira të shkollës që i keni marrë dhe uroj që sërish t'ju kemi në për emisione me suksese të reja. Faleminderit shumë. Atëherë fillimisht do të flasim me arsimtaren, përderisa edhe nxënëset pak a shumë do të lirohen nga emocionet e ekranit. Si u ndjet fillimisht arsimtare që në klasën tuaj të zgjidhen nxënësit më të mirë të gjeneratës? Procesi edukativ arsimor është një proces shumë i gjatë dhe don për kushtim. Pra kemi profesionin më të shenjtë, të arsimosh, të edukosh dhe të drejtosh në rrugë të drejtë rinin e sotme. Ishte një kënaqësi e veçantë, pasi të ndjesh atë kënaqësi do thotë ke korrur suksesin gjatë këtyre viteve arsim në shkollën fillore. Është një ndjesi me të vërtet shumë e madhe, kur sheh që nxënësit korrin suksese dhe shpresoj që edhe në të ardhmen do të korrin suksese ashtu siç kanë qenë edhe në shkollën fillore. Unë e përmenda pak më herët që reflektimi i punës tuaj është pikërisht suksesi i nxënësve, reflektim i punës së një arsimtari apo profesori, por megjithatë ju keni shumë përvojë në arsim. Cilat janë ato cilësi apo ato veçori që duhet t'i ketë një nxënës i mirë apo shembullor? Njëherë ju falenderoj për fjalët e bukura që thatë, por bashkëpunimi mes nxënësve, prindërve, të cilët janë mbështetësit më të mëdhej të një mësimdhënësi dhe korret suksesi. Mendoj se të gjithë nxënësit janë të pafajshëm, të sinqert, të çiltër dhe me ato duhet punuar. Sidomos ai trekëndëshi duhet të funksionojë prind, nxënës, mësimdhënës. Në qoftë se ky trekëndësh funksionon ashtu si duhet, atëherë do të arrihet sukses. Pasi e dim që jemi në kohën e teknologjisë, jemi në kohën e një ndryshimi të madh të rinjt, mirë po përsëri duhet gjithmonë t'i udhëzojmë dhe me fakte t'i udhëzojmë fëmijët se vetëm me punë të pareshtur, vetëm me arsim mund të arrijmë të ecim përpara. Dhe sigurisht në këtë kohë kur dim që fenomenet negative janë shumë të përhapura në shoqërinë tonë. Ne mundohemi t'i luftojmë këto veti negative, gjithmonë i këshillojmë, pasi mësimdhënësi nuk është vetëm mësimdhënës. Pikë së pari është njëherë pedagog, psikolog e më pastaj mësimdhënës. Duhet të dish gjendjen emocionale të fëmijët, duhet të shohësh gjendjen sociale, të gjitha gjendjet që ta ekuilibrosh, do të thotë e pastaj ta udhëzosh se për cilin drejtim do të përcaktohet ai në jetë. Pasi fëmijët janë të gjithë të asaj moshe që kanë ëndra, kanë vizionet e tyre, mirë po dikush duhet t'i shtyjë dhe t'i motivoj që nesër ata të zgjedhin rrugët e tyre.
Pikërisht për këtë, në fakt, e kisha fjalën që në këtë periudhë kur fenomenet destruktive në shoqëri janë të përhapura, intervenimet janë të shumta për nota e për gjëra të tilla, sidomos tani në fund të vitit, dhe të zgjidhen nxënësit me plot merit, me sukses të merituar dhe sjellje shembullore, është vërtet një krenari shumë e madhe edhe për qytetin, edhe për neve si shoqëri, e mos flas për juve si pedagogë dhe si shkollë. Është e vërtet, do thotë nxënësit e klasës sime, mund të them se të gjithë nxënësit janë të mirë, por kanë korrur sukses jashtëzakonisht të mirë, do me thënë fal asaj që asnjëherë nuk kanë shikuar prindërit të intervenojnë në kësi raste, por gjithmonë kanë arritur me mundin e vetë. Ne u udhëzojmë fëmijët dhe gjithmonë me shembuj konkret ju tregojmë se me atë sukses që do të arrin vetë, ato do të kenë dyert e hapura kudo. Do thot, nuk është qëllimi, unë falë asaj, do thot I kuptoj edhe prindërit që kanë shprehur dëshirë fëmijët të kenë njohuri, se njohuria është mbi të gjitha. Nuk është numri asgjë në krahasim me atë që do të fitoj njohuri fëmija. Ne e dim se sot ekzistojnë rrjetet sociale nga të cilat mund të marrin informacione. Mirë po, e mira e të mirës është që fëmijët të lexojnë, fëmijët të mësojnë, se vetëm në këtë mënyrë do të kemi gjenerata cilësore. Nëse duam cilësi, nëse duam vetëm kuantitet të nxjerrim, atëherë nuk kemi arritur asgjë. Shumë emocionuese në fakt, uroj që këto mesazhe kaq të bukura dhe këto porosi të arrijnë të gjithë mësimdhënësit edhe të kryejnë misionin e tyre me sukses, ashtu siç keni bërë ju dhe jeni shembull edhe për shumë të tjerë. Dua të flas pak edhe me vajzat për të folur për atë se si ndjeheni tani vajza që keni marrë këtë çmim dhe jeni shpallur si nxënëset më të mira të shkollës. Kjo ndjenjë ishte një ndjenjë shumë e veçantë dhe emocionuese. Kur e dëgjova lajmin, u ndjeva shumë krenare dhe e lumtur për këtë arritje. Po, vazhdoj. Edhe unë gjithashtu, kur dëgjova se isha një ndër nxënësit e gjeneratës, unë ndjeva shumë e mirë dhe krenari, kisha shumë krenari. Anda, po? Jo, Lina. Lina, këtë do kishe dashur ta falenderosh për këtë suksesin tënd? Do të kisha dashur të falenderoj kujdestaren tonë, arsimtaren Shpresa, dhe gjithashtu edhe të gjithë arsimtarët e tjera të cilat kanë qenë shumë na kanë ndihmuar shumë në këtë rrugtim dhe na kanë mësuar shumë gjëra që ne nuk I kemi ditur më para. Çfarë mendon të vazhdosh tani që ke kryer ciklin e parë, të le të themi klasën e 9 ke kryer, si do të vazhdosh, ku do të vazhdosh më tutje? Besoj se unë do të vazhdoj në shkollën medicinale dhe shpresoj që në të ardhmen të bëhem një doktore shumë e mirë. Uroj shumë që të kesh këtë sukses dhe të kesh po të njëjtët profesor, siç janë model arsimtaria Shpresa që ke pasur në shkollë fillore dhe të arrish shumë suksese në rrugtimin tënd. Dhe pse jo të vish sërish në emisionet tona me suksese të reja që i ke pasur edhe në shkollë të mesme. Faleminderit shumë. Atëherë të vazhdojmë edhe me Andën. Anda, këtë do kishe dashur ta falenderosh për këtë suksesin tënd? Motivim shumë të madh kanë pasur ndikim kanë pasur prindrit, por gjithashtu edhe kujdestarja, e cila na ka mësuar edhe sjellje, po edhe për mësim, shumë gjëra të reja dhe do të mungojnë këshillat e kujdestares tani kur do të shkosh në shkollë mesme? Dhe çfarë mendon të bëhesh në të ardhmen, ku mendon të vazhdosh shkollën e po synoj të vazhdoj në gjimnaz, shkollën e mesme të gjimnazit, shkollën e arkitekturës ose dizajnit. Të pëlqen arkitektura? Po. Dhe në të ardhmen dëshiron që të bëhesh një arkitete, jam shumë e sigurt që shumë shembullore dhe shumë e mirë, meqense bazat e shkollimit fillor I keni shumë të forta dhe jam shumë e sigurt që këto baza do t'ju ndjekin edhe në të ardhmen. Por çfarë porosie do të kishe Anda për të gjithë moshatarët e tu? Çfarë duhet bëjnë ata? Që të mësojnë, por mbi të gjithë dhe të kenë notat të jenë nxënës të shkëlqyer, por mbi të gjitha është edhe sjellja dhe respekti për të rriturit. Atëherë të flasim edhe pak me Linën. Ti Lina mendon që në të ardhmen do të bëhesh një mjeke. Si mendon që profesionin tënd ta ushtrosh në të ardhmen? Do t'i trajtosh pacientët e tu të gjithë njëjtë, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre fetare, kombëtare, politike? Po, sigurisht, çdo njeri duhet të trajtohet njësoj. Nuk ka lidhje është musliman, krishter apo ndonjë rast tjetër, të gjithë njerëzit janë të njëjtë. Dhimbja është e njëjtë për të gjithë edhe duhet trajtuar dhe mjekuar njëjtë. Unë uroj shumë që të bëhesh një mjeke shumë e mirë, ashtu siç ke filluar edhe në këto hapat e parë. Po në mbrëmjen e semi maturës si kaluat? Kaluam shumë mirë, u kënaqem shumë.
ndam disa momente shumë të bukura me shoqet dhe shokët tanë dhe ishte një natë e shkëlqyeshme. Po, përveç shkollimit, do të thonë përveç asaj që ke kryer tani klasën e 9, diçka tjetër ke si pasion apo si hobi, ndoshta shkruan diçka ose lexon? Po, unë lexoj ndonjëherë, por më shumë e kam qejf vizatimin dhe merrem më shumë me vizatim. Me pikturë? Po. Do të thonë do të vazhdosh edhe si anti-stres kur të kesh atë stresin e shkollës, provimeve, do të vizatosh, do të pikturosh edhe kjo do të ndihmoj shumë pastaj për të relaksuar, apo jo? Po. Dhe unë uroj shumë që ndoshta do të jesh edhe një piktore e mirë krahas një mjeke shumë e mirë, apo jo? Atëherë do të vazhdojmë të flasim gjithashtu edhe me juve se cili është ai pasioni juaj i dytë, domethënë, çfarë ke dëshirë përveç mësimeve, me çfarë tjetër je marr? Përveç mësimeve mirem gjithashtu edhe me sport, aktivitete sportive, por gjithashtu shkoj edhe në për kurse jashtë shkollës, kam qenë edhe te Aleanca Franceze, ku kemi mësuar, gjithashtu kemi bërë edhe aktivitete të ndryshme. Shumë e bukur. Arsimtare, duhet të flasim edhe pak për këtë çmim që është një çmim shumë i rëndësishëm në fakt dhe që të zgjidhen disa nxënës nga klasa juaj, për juve është kjo një privilegj, një nder apo një përgjegjësi që punën duhet ta vazhdoni edhe më fort ta punoni në të ardhmen? Të dyja janë. Edhe privilegj, po edhe përgjegjësi. Do thotë kur njeriu e don profesionin e vet, e punon me përkushtim, atëherë ja arrin çdo gjë. Do thotë do të vazhdoj të punoj, të jap kontributin tim në arsimimin e gjeneratave të reja dhe shpresoj që të nxjerr edhe më tutje gjenerata ashtu siç kanë qenë këta, edhe para këtyre e kështu me radhë. Pasi unë kam një përvojë shumë vjeçare në arsim dhe shpresoj dhe besoj se edhe të tjerët do të ndjekin rrugën e arsimimit, edukimit, mbi të gjitha dhe mos shikojmë, do të vlerësojmë vetëm notën 5, pasi të vi deri te ajo notë, do të mos të kërkojnë prindërit vetëm numra, po të kërkojnë dituri. Se pa dituri nuk ja vlen të kesh një diplom apo të jesh dikushi i pavlerëshëm. Për mua personalisht ashtu mendoj. Prandaj ju sugjeroj të gjithëve, sidomos gjeneratave të reja, që të mësojnë me përkushtim dhe të jenë gjithmonë në hap me kohën. Askush nuk thot që të ndalojmë edhe rrjetet sociale, të marrim informacionet e duhura nga rrjetet sociale, po jo ta vendojmë në vend të librit. Pasi të gjitha gjërat i kemi në libër. Kjo është mendimi im personal. Pikërisht, është ajo ndjesia e librit, ajo prekja fizike apo ajo fleta e bardhë me ato shkronjat e zeza që na jep një lloj emocioni të veçantë që rrjetet sociale apo librat online nuk na japin. Kështu që tani e keni përpara edhe verën, pushimet verore dhe do të keni mundësi që të lexoni më shumë. Sigurisht të merrni më shumë libra edhe në bibliotekën e qytetit edhe të lexoni më shumë, sepse meqense ju keni një oratori shumë të bukur nga ajo që folët në fillim të emisionit, më pëlqyet shumë në mënyrën se si shpreheni dhe kjo tregon që ju lexoni shumë. Do të vazhdoni të lexoni edhe në të ardhmen. A mund të themi për shembull cili ka qenë libri juaj i preferuar ose shkrimtari që më shumë ti e keni përqejf? Në një libër që ju ka pëlqyer, në një lektyrë që e keni lexuar gjatë shkollës, cila ka qenë? Gjatë shkollës nuk ka pasur ndonjë të preferuarën time, por jashtë shkollës në shtëpi në kohën e lirë lexoj shumë dhe një ndër librat ka qenë Gënjeshtrat e bardha, të cilët është një roman i shkruar bëhet fjalë për disa gënjeshtra të cilët kanë qenë jo shumë, kanë qenë me qëllim të mirë, që janë bërë ndaj një babait. Do të thënë në këtë formë vazhdoni të lexoni edhe gjatë verës, cilat kanë qenë librat apo libri yt i preferuar? Libri im i preferuar është një libër që unë tani e kam filluar, por deri tani ka qenë një libër i mrekullueshëm, është Percy Jackson. Ky libër është në gjuhën angleze, nga që nuk mund ta gjejë në gjuhën shqipe, por është një libër shumë i mrekullueshëm i cili tregon për miqësinë e disa shokëve dhe për një botë fantazie.
Shumë e bukur, do me thënë edhe në gjuhën angleze lexon, apo? Po. E kjo është shumë e bukur sepse zakonisht të rinjt tanë mësojnë gjuhën angleze vetëm nga rrjetet sociale. Kurse ta lexosh një libër në gjuhën angleze, kjo është diçka për të përshëndetur. Shumë e Do bukur. t'isha ndërlidhur këtu, sa i përket leximit të librave, unë vërej që nxënësit lexojnë me të vërtet një numër të konsiderueshëm të librave në gjuhën angleze. Është një pozitivitet sa i përket kësaj çështje, mirë po unë do të kisha thënë që të lexojnë edhe libra në gjuhën shqipe. Të mësojnë të kaluarën e popullit. Të mësojnë historinë e popullit të vet. Dhe në këtë formë do të vazhdojnë edhe të transmetojnë edhe tek të tjerët, do të thotë kulturat, traditat, zakonet, po edhe të kaluarën e popullit shqiptar. E kjo është pastaj shumë e rëndësishme. Arsimtare, ne do vazhdojmë bashkë, do ta vazhdojmë në fakt këtë bashkë bisedim kaq të bukur, kurse sigurisht që nxënëset do duhet t'i përshëndesim për t'u rikthyer nxënëset e tjera, të cilët po ashtu kanë marrë çmim në klasën tuaj. Vajza, unë ju dëshiroj edhe një herë shumë suksese në të ardhmen. Ju falenderoj shumë që keni ndarë nga dita juaj për të qenë sot pjesë e emisionit tonë dhe jemi shumë krenar me ju. Faleminderit shumë. Kënaqësi shumë e madhe që ishi sot. Atëherë, të nderuar shikues, do të bëjmë këtu një shkëputje shumë të shkurtër, rikthehemi pas pak. Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë pra të pasdites dhe vazhdojmë të flasim me personalitetet në studio, me të ftuarit dhe temën për të cilën flasim sot. Këtë pasditen tonë sot e kanë zbukuruar në fakt sukseset e nxënësve, atë që e theksova dhe pak më herët, që në studion tonë kemi nxënësit e shkollës fillore Liria në Tetov, që janë nxënësit që janë zgjedhur si nxënësit më të mirë të gjeneratës dhe njëkohësisht udhëheqësen e kësaj paralele ose kujdestaren e tyre të klasës, zonjën Shpresa Iseni. Tani jemi rikthyer në pjesën e dytë dhe në studion tonë kemi edhe dy nxënëse të tjera që bashkërisht me arsimtare na janë bashkangjitur. Është Ajla Ismaili, përshëndetje Ajla, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se jeta. Dhe njëkohësisht Kanita Abdiu. Përshëndetje Kanita, mirë se na erdhe. Përshëndetje. Faleminderit shumë që theksova pak më herët na keni zbukuruar studion tonë me sukseset e juaja. Ju dëshirojmë edhe ne shumë suksese në të ardhmen. Atëherë do të vazhdoj të flas me profesoreshën edhe pak, pastaj do të inkuadrohem edhe me juve. Gjatë gjithë kësaj veprimtarisë tuaj, por të ndalem tek kjo gjeneratë e fundit që po përcjellni tani. Cili ka qenë, le të themi, kujtimi ose mësimi më i bukur që e mbartni me vete e që do ta kujtoni gjithmonë me këta nxënës? Do të thotë çdo gjenerat ka nga një kujtim. Ka qenë një gjenerat e mrekullueshme. Unë të them, kam pas nxënëse dhe nxënës shumë të mirë, të cilët gjithmonë i kanë dëgjuar këshillat e mia, kanë dëgjuar këshillat e prindërve të tyre dhe prandaj janë këtu ku janë sot. Gjithmonë, sidomos sa i përket gjinisë femërore, që i përkushtohemi edhe më shumë edukimit të arsimimit të femrës, po edhe të mashkullit, gjithmonë ju kam thënë, bëhuni zonja të vetës. Gjithmonë të jeni të pavarura. Asnjëherë mos pritni nga dikush që t'ju jep diçka apo t'ju nështroj dikush. Gjithmonë duhet të luftojnë për të drejtat e tyre. A këtë si do t'a bëjnë? Vetëm me punë të pareshtur, me shkollim, arsimim, që të ngrihen dhe të ngrihet niveli i tyre emocional, moral dhe social. Do thotë, në këtë formë ne do të kemi gjenerata të shëndosha, do të kemi pasardhës të mrekullueshëm dhe gjithmonë këto do t'jenë ata që do t'na zaventësojnë neve. Pikërisht. Është kjo ajo që ju e përmendët pak më herët. Gjurmët që do i leni ju si arsimtar, si profesor, tek nxënësit tuaj, të cilët do të reflektojnë me suksese, të cilët do t'i mbartin nga ju. Pra shumë e rëndësishme për të qenë shembull për nxënësit. Një shembull të jashtëzakonshëm e keni lënë ju, sidomos me gjurmët që keni lënë, duke zgjedhur nxënësit e klasës tuaj si nxënësit me suksesin më të mirë. Atëherë unë dua të flas pak edhe me nxënëset. Ajla, fillimisht, si u ndjeve kur e morë vesh, domethënë që jeni disa nga nxënësit më të mirë të gjeneratës? Atëherë ishte një ndjenjë shumë e bukur dhe shumë e mirë që të zgjedhesha një nxënëse më e shkëlqyer e gjeneratës dhe ishte si ndjenjë shumë e bukur. U emocionove shumë? Normalisht. Dhe në të ardhmen çfarë mendon të vazhdosh? Ku mendon të realizosh ëndrat e tua? Dua të shkoj në shkollën e mesme të medicinës, si dua të bëjmë doktoresh. Don të bësh një mjeke në të ardhmen? Po.
dhe pastaj kur të arrish të bëhesh një mjeke, do t'i trajtosh të gjithë pacientët njëjtë, apo, domethënë po marr parasysh përkatësinë fetare, kombëtare, politike? Normalisht nuk bëhet ndryshime, të gjithë jemi të njëjtë dhe të trajtoj të gjithë në mënyrë të njëjtë. Sigurisht. Kanita, si u ndjeve kur e more vesh që jenë një ndër nxënëset më të mira? Unë ndjeva shumë e lumtur, se u zgjodha unë si nxënëse e mirë, por gjithashtu edhe nxënëset e klasës time. Unë ndjeva mirë edhe për kujdestaren, se na ka mësuar të jemi të suksesshme. Si klasë ne jemi të gjithë të mirë, për fal kujdestares tonë. Po, domethënë kë do kishe dashur ta falenderosh për këtë suksesin tënd? Do kisha dashur të falenderoj shumë kujdestaren tonë. Kanita, çfarë mendon të vazhdosh në të ardhmen? Unë mendoj të hyj në gjimnaz, do të vazhdoj arkitekturën. Mendon që të bëhesh një një arkitete shumë e mirë? Po, duhet të vazhdoj arkitekturën. Në fakt, drejtimi i arkitekturës është pak a shumë këtu te ne si deficit, kështu që ju jeni ata të cilët do t'i zëvendësoni këta arkitektë të cilët i kemi tash, dhe jam shumë e sigurt që punën tuaj edhe studimet do t'i kryeni me shumë sukses, ashtu siç e theksova më herët, sepse bazat i keni shumë të forta dhe me këtë sukses që keni tani sigurisht që do t'ju ndjek edhe në të ardhmen. Kanita, përveç që merresh sigurisht me mësime, ke përvojë edhe jashtë vendit. Ke qenë në disa vende për të marrë një përvojë tjetër? Po, kam qenë në kampe të ndryshme jashtë shteti, në Zvicër kam qenë, por edhe tash verës do shkoj në Turqi me një kamp. Sigurisht këto eksperienca, këto përvoja të bukura do të ndihmojnë shumë edhe në të ardhmen që të kesh suksese, sepse ke zgjeruar rrethin edhe diapazonin e dijes patjetër. Po, kemi zgjeruar, kemi pa vende të ndryshme, kultura të ndryshme, popull, njerëz të ndryshëm, dhe kjo na ka ndihmuar shumë në zhvillimin tonë. Gjithashtu, di që Kanita merresh edhe me muzikë. Po, unë jam nxënëse e shkollës muzikës, luaj gitarën e kam luajtur me vite të tëra dhe më pëlqen shumë, kam bandën time muzikore, me Trikën, ne vazhdimisht bëjmë këngë të reja dhe performojmë. Shumë e bukur kjo, domethënë fal asaj që do të bëhesh një arkitete e mirë, në anën tjetër do të kesh si pasion edhe muzikën, që do të jetë si një lloj antistresi në kohën kur do të kesh provime apo strese të punës. Shumë e bukur dhe ne të dëshirojmë shumë suksese në çfarëdo lloj drejtimi që ti të zgjedhish. E rëndësishme është që do të jesh e mirë dhe e dobishme për shoqërinë. Sigurisht edhe Ajla, përveç pjesës së mësimeve, me çka tjetër merresh? Merrem me aktivitete sportive, volejboll, ushtroj tek UT, Universiteti i Tetovës, dhe gjithashtu kam qenë edhe tek Alianca Franceze në kursin e frëngjishtjes. Po, kjo është shumë e bukur se të gjithë nxënësit paska nga një pasion veç mësimeve. Po, sigurisht. Janë nxënës që janë të interesuar, kanë qenë të kyçur edhe në projekte të ndryshme, kështu që është kjo një vlerë shumë e madhe për nxënësit. Do të thotë shkëmbimi i nxënësve në përvende të ndryshme është një mësim plus për këta. Do të thotë asnjëherë mos të stagnojnë vetëm me kaq, po duhet gjithmonë të kërkojnë diçka të re. Megjithatë kemi edhe shumë të ri, shumë mësues, të cilët sapo janë punësuar edhe sigurisht që nuk e kanë përvojën që e keni ju. Cila do të ishte ajo porosia ose thënë më mirë ai çelësi këtij suksesi që e keni arritur ju dhe pse jo në të ardhmen të arrin edhe mësuesit e tjerë të ri të cilët sapo janë punësuar? Sa i përket shkollës fillore Liria, do thotë është një ndër shkollat më të mirë njohura të qytetit tonë dhe gjithmonë kanë nxjerrë gjenerata të shëndosha. Tani ata janë të pensionuar, jemi ne, dhe shpresoj që në të ardhmen edhe të tjerët që do të punësohen, do të ndjekin rrugën, do thotë rrugën tonë dhe do të vazhdojnë të kenë suksese në përgara, në mësime dhe gjithmonë t'i motivojnë nxënësit, jo t'i demotivojnë dhe gjithmonë t'i udhëzojnë se vetëm me punë mund të arrijnë diçka. Po këtu do t'jenë edhe prindërit përkrasit e tyre. Gjithmonë edukata vjen nga familja e pastaj vazhdohet edhe në shkollë. Do të thotë gjithmonë nëse shtyrja është prej fillimit, do të thotë që në hapat e parë, gjithmonë do të ketë suksese. Në fakt, cilët janë ato elemente, nëse mund të quhen si të tilla elemente, që një mësues duhet të jetë i mirëfillt? Duke marrë parasysh edhe ka disa arsimtarë, le të themi që qëndrimi i tyre ndaj nxënësve është shumë diktatorial. Mirë, për në anën tjetër kemi edhe shumë arsimtarë që janë shumë miqësor me nxënësit, që të dyja besoj që nuk janë në rregull. Po megjithatë, cilat janë elementet e mirëfillta që duhet të ketë një arsimtar? Njëherë ju theksova, duhet të jesh njëherë pedagog, psikolog e më pas mësimdhënës. Duhet të kuptosh gjendjen e fëmijut,
të ndjesh së bashku me atë probleme që i ka, do të thotë qofshin emocionale apo të natyrave të ndryshme, e më pas do të thotë nga njëherë të jesh edhe të bëhesh sikur je në moshën e tyre, edhe do të arish që të kesh një përkrahje, edhe të kesh atë balansin mes mësimdhënësit dhe nxënësit. Sa është në fakt sfidë, sa është e vështirë që të menaxhohen emocionet e po këtyre të rinjeve, pastaj atë balansin që përmendët ju në mes lëndëve të ndryshme? Gjithmonë duhet nxënësit të këshillohen. Gjithmonë nxënësit duhet të trajtohen në atë mënyrë që mos të ofendohen, mos të preken. Gjithmonë duhet të jemi ne që t'i shtyjmë përpara. Qoftë se ka ndonjë problem, gjithmonë duhet t'i thuash që nxënësi asnjëherë mos të shikoj atë anën e errët të jetës, se nuk ka zgjidhje, për çdo gjë ka zgjidhje. Vetëm nëse ne duam, do të arrijmë atë. Ne jemi aty për t'i përkrahur në çdo mënyrë, për t'ju ndihmuar në çdo mënyrë. Do thotë vetëm ata të shprehin dhe të jenë të lirshëm me mësimdhënësit. Por, kuptohet, ai raporti duhet të jetë në atë distancën mësimdhënës-nxënës. Meqense nga ajo që shoh, nxënësit ju kanë juve si shembull frymëzimi për sukseset e tyre. Ju gjatë punës tuaj, kë keni pasur, le të themi, frymëzim? Frymëzim po. Pasi rrihet nga një familje arsimdashëse. Prindi im ka qenë frymëzimi im, i ndjeri tashmë nuk është në këtë jetë. Do thotë gjithmonë më ka frymëzuar dhe më ka udhëzuar që s'pari njëherë të kuptoj personalitetin e nxënësit, më pas gjendjen emocionale të tij dhe gjithmonë të ndjehem sikur se jam ai. E më pas vjen edukata, kuptohet, dhe mësimi. Do thotë prindi im ka qenë ai që më ka shtyr dhe gjithmonë më ka motivuar që të jem një mësimdhënëse e mirëfillt. Sigurisht që edhe ja keni arritur qëllimit dhe keni mbartur me përgjegjësi këtë mision dhe këtë këshill nga prindëri juaj dhe uroj që po të njëjtën ta mbartni edhe tek gjeneratat e reja. Mundohem, në çdo aspekt mundohem që t'ua përcjell gjeneratave të reja që edhe ato nesër të jenë udhërëfyes për dikën tjetër. Pa dyshim. Ajla, cila ka qenë këshilla ose mësimi më i mirë që e ke marrë nga kujdestarja? Këshilla, mësimi më i mirë është që ne kur mos dorëzohemi që t'i ndjekim ëndrat tona dhe të kemi gjithmonë shpresë. Shumë e bukur. Kanita, cili ka qenë mësimi yt që e ke marrë nga kujdestarja? Mendoj mësimi që kemi marrë nga kujdestarja është të jemi femna e jonë, që mos të mvaremi nga dikush tjetër, të dimë për vete, të kemi shkollimin tonë dhe jo të varemi nga dikush tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe besoj që kjo ka qenë një ndër ato këshillat të cilët ua ke dhënë arsimtare nxënësve, njëkohësisht edhe të gjitha gjeneratave dhe para këtyre që ke pasur. Po, kuptohet. Edhe jo vetëm në klasën time, pasi unë jap mësim edhe në klasët e tjera, do thotë nuk bëj dallim se këta janë nxënës të klasës time apo të klasëve të tjera. Për mua janë të gjithë nxënësit e njëjtë. Dhe të gjitha këshillat, të gjitha mendimet e mia, sugjerimet, motivimet, unë i bëj te çdo nxënës njëjtë. Do thotë rinia, fëmijët janë e ardhmja jonë, pa dallim se të cilës klas janë apo të cilës shkollë janë. I takoj, po. Megjithatë, nëse nxënësit tuaj do të kishit dashur që pas shumë vitesh të ju kujtojnë, meqense nxënësit e thanë këshillën të cilën ju ua keni dhënë, me çfarë do të kishit dashur që t'ju kujtojnë më shumë? Do të kisha dashur që fillimisht nxënësit e mi t'i shoh majave. Do të thotë në profesione të ndryshme, mjeke, gjykatëse, profesor, inxhinier e gjithçka. Dhe kur të takohem, ndoshta në moshë të thyer, të takohem me nxënësit dhe arsimtari i arritëm qëllimit. Dhe ju bëm krenar. Dhe ju bëm krenar, unë do t'jem më e lumtur në botë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ajla, në mbrëmjen e maturës si kaluat? Ka qenë një mbrëmje veçantë, do ta mbani mend gjatë?
Po, sigurisht ka qenë një mbrëmje shumë e bukur, kemi kaluar momente shumë të bukura me shoqërinë që kemi patur 9 vite dhe do jetë një natë që nuk darrej kurrë. Kjo në fakt është më e bukur sepse kur e mbaron klasën e 9, pastaj fillon pjesën e mbrëmjes së maturës edhe angazhime tjera. Megjithatë kur të mbarosh maturën në kohën kur të mbarosh shkollën e mesme, është pak më sfiduese sepse më njëherë pas maturës i ke provimet eksterne, interne. Kështu që për juve kjo është shumë e bukur sepse do ta shijoni edhe pas maturë, edhe pas semi-maturën në fakt. Cilat ishte këshilla Ajla që do kishe dashur t'ju japish moshatarëve të tu? Atëherë do kisha dashur që mos të dorëzohen kurrë dhe të ndjekin ëndrat që i kanë në jetë dhe një ditë ato do të bëhen. Po. Kanita, si kalove në mbrëmjen e semi-maturës? Mbrëmja e semi-maturës ishte një natë shumë e mrekullueshme për mua dhe shoqërinë time. Jemi kënaqur shumë, kemi vallëzuar dhe kemi kaluar shumë mirë. Pas këtyve 9 viteve, do na fillon një etapë e re në shkollën mese dhe u kënaqëm në natën e semi-maturës. E keni sjuar shumë. Shumë e kemi sjuar. Porosia jote, Kanita, për të gjithë moshatarët? Porosia ime është që të mos dorëzohen kurrë, të mësojnë dhe të bëhen të mrekullueshëm në jetë. Në jetën e tyre, megjithatë ju kanë shembull juve si nxënëse të suksesshme dhe pse jo të jeni shembull edhe për shumë të rinj të tjerë? Edhe jem shembull që të mos dorëzohen, të vazhdojnë mësimet e tyre, të kenë interesa, por jo vetëm në mësime dhe mos i dorëzohen. Kjo është shumë e rëndësishme, atë që i tha edhe profesoresha në fillim, të mos dorëzoheni dhe të bëni të zoja të vetes. Po të isha ndërlidhur, më fal. Po, patjetër. Në jetë ka shumë sfida. Ju kam thënë gjithmonë, qofse ju kujton nxënëseve, dhe asnjëherë njeriu nuk duhet dorëzuar para sfidave. Ne gjithmonë kemi pasur sfida. Nuk mund të them që nuk kam përjetuar sfida të tilla, mirë po njeriu kur ka atë unin e vet, do thotë egon e vet dhe do të arrijë atë, gjithmonë e kam arritur. Dhe këtë ua kam transmetuar edhe nxënësve. Edhe do të vazhdoj edhe më tutje t'ua transmetoj gjeneratave që vinë pas. Se bazat, themelet e një shoqërie janë njëherë arsimi fillor. Do thotë, prej këtu formohet personaliteti i një fëmiu, që të vazhdoj më tutje në ciklet e ndryshme, shkollën e mesme, fakultetin dhe veç më atëherë do t'jenë të përkryer në jetën e tyre profesionale, po edhe personale. Sigurisht. Dhe me këto këshilla kaq të bukura, unë do të kisha dashur që të përmbyll këtë intervistë. Faleminderit shumë edhe një herë shënimtare që ndat nga dita juaj dhe na nderuat. Faleminderit edhe juve. Dhe ju përgëzojmë edhe një herë për punën tuaj. Ju faleminderit. Nxënësit, faleminderit shumë që gjithashtu ndat nga dita juaj për të na nderuar. Ju urojmë suksese edhe më të mëdha në të ardhmen dhe ju presim sërish në emisione me suksese tjera. Faleminderit edhe juve gjithashtu. Faleminderit. Pra nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetet e ditës dhe për sot kemi folur për një temë shumë të bukur, një temë e cila ka të bëjë me suksese dhe të arriturat e të rinjeve tanë, që e theksova dhe në fillim të emisionit që këta suksese janë pasqyrë e punës së mësuesve dhe njëkohësisht janë suksese me të cilat duhet të mburet e gjithë shoqëria jonë, që po këta të ri janë ata të cilët do të na përfaqësojnë neve mbas edhe në mbar botën. Atëherë do të rikthehemi pas pak në pjesën tjetër.